Përshëndetje, unë jam Martin Bulaj, presidenti I Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptar-Amerikan. Para 2 muajve kemi mësuar për problemin e studentëve të drejtësisë dhe mosmundësimin e tyre me dhënë provimin e drejtësisë në gjuhën shqipe. Ashtu si u garantohet me kushtetutë dhe me ligjet që rrjedhin nga ajo. Kemi marrë një seri takimesh virtuale me një nga organizuesit e studentëve, zoti Mevlan Ademi, I cili na ka informuar se kanë 2 vjet në mënyrë shumë qytetare që kërkojnë implementimin e këtyre drejtave. Kërkesa e tyre në Ministrinë e Drejtësisë është prit me një ftofsi. Kanë kërkuar mbështetjen e përfaqësuesit shqiptar në qeveri, e cilën nuk e kanë realizuar plotësisht. Sot kanë dalë në rrugë në protestë. Fakti se studentat duhet me dalë në rrugë që me kërkuar implementimin e drejtave të tyre që nuk u jepet, po u takon, është dëshmi e një dështimit politike, edhe Maqedonisëve, edhe shqiptarëve. Na si Këshill e kemi informuar Departamentin e Shtetit për këtë problem, një gjë që për cilën nuk ishin në njohuri, edhe ata kanë kërkuar nga ambasada amerikane në Shkup që me ndjek situatën nga afër. Kemi kontaktuar edhe zyrtarë të lartë të qeverisë maqedone, të cilët kanë premtuar se do punojnë me studentët e me zgjidhur këtë problem. Na si Këshill do vazhdojmë me ndjek situatën nga afër edhe kërkojmë që asnjë palë mos të politizojnë këtë çështje dhe mos të kontribuojnë në ngritjen në farë tensionet. Është e panevojshme dhe e dëmshme. Shqiptarët janë pasuri për shtetin e Maqedonisë dhe kanë treguar këtë gjë në mundësinë e Maqedonisë me ecë drejt perëndimit edhe mu integruar në NATO. Na si Këshill, AARC.US do vazhdojmë me mbështet studentat edhe shqiptarëve të këto që janë.